të mirë, pra na nuk guxojmë me besue ose me i leju vetës një luks që kur gjës është. Që shedini, në të kaluarën, Kosova e ka emru një rrugë me emrin e presidentit marrëshëm presidenti Biden. Është vërtet, po. Gjatë atyre viteve sa i ka qenë president, ai ka pas edhe kujtime tjera me shqiptarë. Për shembull, unë e kam njohur personalisht. Ai gjithsesi në njerë i ka rënë men, kur o folë për Kosovën që një rrugë mban emrin e djalit tij. Serbia po i ofron presidentit të ri të Amerikës opcione me zgjeru ndikimin Amerika në Serbi që mendohet si sferë e interesit të Rusisë. Pra ai po i thotë, unë pëlo Rusin për ty. Po. Ne në Kosovë nuk kemi ndërmarrë veprime serioze, spari me kjo një qeveri që është pro-amerikane, sa ma shpejt, do t'ishte interesi yni, edhe s'dyti me mujtë me njerë me vendosë komunikim me presidentin, me shpinë e bardhë. Mu më pëlqej kjo ideja e grupit tonë parlamentar. O kishtë sot një ide konkrete për të ndruar një nga sheshet. Po, është një ide shumë e mirë, besoj, është një sinjal në këtë situatën tonë, edhe pse pa kaotike në krim të institucioneve që Kosova nuk e harron me kënda është kujt i beson, kënde don, edhe të kush mban shpresë. Pra Kosova mban shpresë të presidentit Trump dhe të Amerika, edhe është një iniciativë shumë e mirë e grupit tonë parlamentar, drejtu kryetarit komunës edhe e falenderoj kryetarin për parimin Raman, që ka mirëprit këtë ide. A është specifikuar ku apo është edhe duke u parë? Do të identifikojnë ai edhe asambleja komunale, do të identifikojnë sheshin më reprezentativ në Prishtinë, për të emëruar me emrin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump. Sheshi Trump. Unë besoj që kjo është një ngjarje e mirë, po edhe ide tjera që mund të jenë si dëshmi, si porosi, se ne jemi drejtuar ka shtëpia barë, ka Washingtoni, që shpresën e kemi të presidentit Trump, duhet ndodhin me shpejtësi, në mënyrë që mos krijohet përsi nga prezenca e Serbisë e mos prezenca jonë. Qartë.